Ish i dënuar i diktaturës komuniste Viktor Martini ishte organizatori një takimi të zhvilluar në Kinema Republika në Shkodër me qëllim diskutimin me disident të regjimit komunist dhe përfaqësues të diasporës shqiptare. Takimi synoi të sjellë reflektim mbi të kaluarën, sfidat e së tashmes dhe rrugtimin e Shqipërisë drejt së ardhmes. 86 vjeçari Martini, i njohur edhe si një zë kritik ndaj zhvillimeve të periudhës së demokracisë në Shqipëri, përsëriti bindjen se politika shqiptare vijon të drejtohet nga ish përfaqësues të sistemit komunist. Mjerisht prinen ish komunistat në Shqipëri për demokracinë. Unë kam kënë të partë që e kam kundërshtu Berishën. Si mune me thonë demonstrat paqësore kur përdoren Molotovët, si mune me thonë janë demokratat që djegun pasunin teme tanë në ti, sa ta karika janë pagume prej popullit shqiptar. Sipas Martinit, disidenca e periudhës së diktaturës në Shqipëri mbetet sot e papërfaqësuar në politikë dhe në institucionet shtetërore. Janë plotësisht të përjashtuar. A muneni me mdiftu ju kush është në pushtet prej disidentëve sot? Prej disa vitesh në emigrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por i pranishëm shpesh në Shkodër, Viktor Martini u ndal edhe te roli i diasporës shqiptare. Ai theksoi se kontributi i saj në jetën politike dhe sociale të vendit mbetet i papërfillshëm për shkak të përçarjes që sipas tij ekziston brenda vetë diasporës.